Jemi rikthyer në studio të nderuar shikues, edhe ashtu siç e thash në fillim të emisionit, ipet premiera filmit dokumentar Pena, dhe për këtë arsye, në lidhje të drejtpërdrejtë kemi producentin e filmit, zotrin Vranin Gecaj, si dhe Toma Nika, i cili është gazetar. Besoj që të dytë i kemi në lidhje të drejtpërdrejtë, edhe do të lidhemi me ta, po besoj i kam në lidhje të drejtpërdrejtë, po ju përshëndes nga Prishtina. Edhe ne ju përshëndesim nga Saranda. Mirë, për që e keni vap atje unë e di, po keni fat që e keni detin afër, ndërsa ne në Prishtinë kemi shumë nxehtë edhe në Kosovë, po ju e dini që shumë qytetarë të Kosovës vinë në Sarandë. Si është më spari, tregomni kështu atmosfera në Sarandë? Kanë filluar turistët të vinë? Ne sigurisht që kemi vap, por ndërkohë kemi edhe formulën vap pik, që do të thotë që kemi detin pranë, dhe bashkë me zotin Vranin jemi vendosur pikërisht në një peisazh shumë afër Muzës së Ujit, në një lokal biçetitore në Sarandës, dhe duke parë në këtë moment jemi duke folur, duke komunikuar bashkë, edhe do të shpreh kënaqësinë që jemi sërish në një lidhje tjetër me ju në emisionin e pas ditës, në këtë një. Unë do të thosha që peisazhi është mjaft befasues në kuptimin që ndonë se po afrohemi në orët e mbrëmjes, plazhet këtu përreth nesh janë plot me frekuentues, sikurse edhe bregu i detit shohim që të ankorojnë sërish anijet turistike, të cilat sjellin pushuesit nga plazhet piktoreske ku i kanë quar gjatë ditës. Dhe qyteti dhe një dalë po bet gati për të përjetuar mbrëmjen e radhës me shëtitjet shumë të vrrueshme në shëtitore, me shëtitjet me anije turistike përreth Gjirit të Sarandës dhe plot risi të tjera që këto mbrëmjet korrikut janë duke u shprehur këto atribute të Sarandës, dhe është tërësisht e dukshme dhe e lexueshme që Saranda, ashtu si edhe Ksamili, dy destinacione shumë të rëndësishme shqiptare në jugun e vendit, po hyjnë në fashën e turizmit të lartë tashmë në korrik, dhe në këtë fashë Saranda dhe Ksamili kanë ardhur pas një 2 mujori me një prurje turistike të admirueshme. Ata që bëjnë përllogaritjet e flukseve turistike të kësaj vere konfirmojnë se rezulton një dyfishim i numrit të turistëve gjatë muajve maj dhe qershor. Dhe e pritshme është që edhe korriku të jetë një maj në realizimin e synimeve që Saranda dhe Ksamili kanë si dy destinacione mjaft të kërkuara për turistët. Dhe do të veçoja këtu që turistët kosovar, pushuesit kosovar, janë ajo kategori që janë në krye të listës së pushuesve të Sarandës prej vitesh tashmë, por kjo rezulton të jetë e saktë edhe për këtë verë. Mirë shumë, faleminderit për këtë hyrje, edhe tashmë do të kalojmë te zotri Gecaj, do të hipet premiera e filmit dokumentar Pena. Zotri Gecaj, ju jeni producent i filmit, na tregoni më shumë rreth filmit, rreth përgatitjeve deri tek ardhja e premierës. Po, premierën do ta kemi të shtunden në 13 korrik, ora 19:00, tek ekrani ku shfaqet edhe futbolli Euro 2024. Aty do ta mbajmë premierën. Filmi Pena është një film dokumentar i cili ka të bëjë me Toma Nikën, ku që e kemi, e ndihmuat edhe vetë prezantimin e tij, e ndihmuat edhe pse një nga arsyet se pse kam vendosur ta bëj një film dokumentar me të, është sepse është një njerëz shumë i veçantë, edhe ka një mënyrë komunikimi shumë të veçantë, dhe pastaj përmes këtij filmit jam munduar që ta tregoj më shumë historinë e gazetarit të jugut të Shqipërisë, Toma Nika, dhe tash aty do të ketë gjëra impresionuese, do të ketë gjëra shumë të mira,
edhe për njerëzit që jetojnë në Saran, edhe për njerëzit që vinë nga treva tjera shqiptare, por edhe nga bota, nga ndërkombëtare, sepse filmi do jetë titruar në anglisht, dhe çdo kush do të ketë çansin e të. Zotëri Nika, si e pritët filmin? Jeni bashk edhe besoj që e keni pa nga fillimi, është një rrëfim që ju përfshin edhe juve, po edhe gazetarëve të tjerë, si që tha edhe zotëri Gecaj. Duket që kemi të lashe, që fëse shojmë edhe njerë ishim në Saran të dashur shikues, ku, si që tha në mësafirët, të shtu në nipet për mjera filmin dokumentar Pena, që i dedikohet gazetarëve atje, dhe kishim në lidhje të drejt për drejt, zotëri Nika dhe zotëri Gecaj, cili është edhe producent i këtij filmi. Besoj që i kemi tashmë në lidhje të drejt për drejt, do ta shohim se a mundemi që pas pak t'i kemi, në rast që fse jo, atëherë shkojmë dëgjojmë pak muzikë, dhe besoj që derisa ta rregullojmë rrjetin, të thejemi edhe të vazhdojmë aty ku mbetëm. Duke që e rregulluam problemin që patëm në lidhje të drejt për drejt jemi, kështu që ndodh zakonisht, kemi zotrin Gecaj edhe zotrin Nika, edhe njerë nga Prishtina, vazhdoni aty ku mbetëm te zotrin Nika që dashta me të pyet, nuk di a ju erdh pyetja që jeni pjesë e filmit, si e keni prit, si kanë shkuar gjyrimet në përgjithësi. Po isha duke thënë që filmi, dokumentari që ka në fokus penën time dhe personalitetin tim si gazetar në jug të vendit, ishte një befasi e bukur dhe gjithçka erdhi nga një mundje krejt asesore me zotin producent, Ramin Gecaj, shka su bë libri im i para një muaj, 101 profile dhe historinë njerëzore, në cili kanë vikte të përbashkët që kemi këtu në Saran, i kanë në dorë Ramit dhe një ditë më vonë me takon dhe më thotë që juve jeni personazh i 102 i këtij peizazhi dhe unë do të kam menduar që juve t'ju bëj objekt të një filmi dokumentar që unë e di se si përgatitet, sepse formatin dhe gjithçka dhe eksperiencën i kam të gjitha dhe unë nuk mundesha që të refuzoja sigurisht. Kur nuk e kisha shkuar ndërmend që do të kishte një film dedikuar për mua dhe kur nuk do të bëhej ky film nëse unë kur nuk do të takoja Ramin Gecaj. Ne jemi në prag të premierës tashmë, proi emocioneve po bëhet luftë, po gjithsesi janë emocione të bukura. Miq të shumë të presin që të na nderojnë dhe personalitete dhe autoritete vendore dhe në rang qarku presin të na nderojnë me pjesëmarrjen në vranimin e tyre në premierën e filmit dokumentar Pena, sepse në 13 korrikum, në mbrëmjen e 13 korrikum, ky dokumentar do të jetë në premierë dhe dëshiroj të falenderoj veçanërisht Bashkimin e Sarandës, por edhe të gjithë faktorët që mundsuan një dis ideal për të shfaqur ky dokumentar, siç është kanë zonë ku qindra shikues ndekës të Europianit 2024 i shikon të mbrëmje dhe ajo premiera jonë do të ndodhej pikërisht një natë përpara mbrëmjes finales së Europianit 2024. Desha ta shtoj ato se çfarë tha zotëri Thoma këtu, ishte Kastrioti Musej, një mik jon i përbashkët, është pronari i restorantit centrali këtu, edhe Ladi, i cili na njoftoi dhe pastaj, si thojnë, kur bëhen njerëz të mirë se bërë, ndodhin edhe gjëra të mira. Dhe ka qenë një bashkëpunim shumë i mirë, ka qenë një bashkëpunim shumë i sinqert, sepse Thomai ka një eksperiencë 50 vjeçare në gazetari, në epokat e ndryshme, dhe për mua ishte një privilegj që të takoj një kolegë të tillë, me një provojë të tillë,
dhe ta tregoj tregimin e tij, ndoshta po përsëritem pak, po është shumë e rëndësishme se ky tregim pastaj mund të jetë bazë edhe për shumë njerëz tjerë që ta kuptojnë të vërtetën. Të vërtetën e hidhur, të vërtetën e ëmbël, ashtu sikur s'është, se të vërtetën apo gjërat nuk mund të ndryshojnë. Pra, kjo është ajo, dhe librin të cilin e përmendi zotëri Thoma këtu, si e kam lexuar faqen e parë, më ka pëlqyer shkrimi i tij, sepse e ka një mënyrë të shprehjes shumë të veçantë. Dhe për mos që u prishur befasin, atëre gjithë ju, ndjekësit e juaj të RTK-Nishit, të cilët gjendeni në jugun e Shqipërisë, apo në Sarandë apo ku jeni, edhe më larg nëse nuk pritoni me ardh, jeni të mirë të ardhur, sepse premiera, sikur se tha edhe zotëri Thoma, është publike, është në fan zone të monitori madh aty, dhe nuk ka nevojë për ftesa. Hyrja është falas dhe jeni të mirësarur gjithë. Mirë shumë, faleminderit. Unë edhe diçka fare në fund, mendoni që këtë dokumentar ta sillni në Kosovë, të shëtit edhe në vendet të tjera, për gjithë ata që s'mujnë me ardhë me pa atje? Po, natyrisht, do ta sillim edhe në Kosovë, do ta sillim edhe në këtë botën digjitale, në platformën digjitale, dhe pastaj kur të vinë në Kosovë, do të vijmë me gjithë dëshirë tek ju aty dhe do të bëjmë diçka. Mirë shumë, unë ju falenderoj për kohën, shëndet, dhe besoj që do shihemi shpejt në Prishtinë. Falenderoj dhe ne. Faleminderit edhe Sa që jemi edhe këtu në fan zonën e Sarandës, se jo. faleminderit edhe juve, faleminderit për interesimin që tregoni. Faleminderit shumë, shumë faleminderit. Faleminderit.